Miq, sot do t'ju tregojmë një histori mjaft frymëzuese për plot të papritura që jeta shpesh i sjell për njerëzit. Por përpara se të fillojmë, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo. Michael përdorte transportin publik çdo ditë, por ai asnjëherë se mendoi që do të takonte dashurinë e tij të jetës në autobus. Ai punonte me xehe dhe shpesh pas lodhjes së madhe, ai flinte në autobus gjatë rrugës për në shtëpi. Shpesh, kolegët e tij do ta zgjonin që të zbriste në stacionin e tij. Atë ditë, ai ishte i vetëm dhe nuk kishte kush ta zgjonte. Ashtu si dukeshin punët, Michael do të përfundonte në stacionin e fundit dhe do t'i duhej të ecste mbi gjysmë ore për në shtëpi. Por në ato momente, një zë i ëmbël femërore zgjoi Michaelin nga gjumi. Djalosh, është koha që të zgjohesh ose do të humbësh stacionin tënd. Michael i hapi syt në habi që afër tij qëndronte një vajzë shumë e bukur. "O, të faleminderit, po nga e diti se ku zbresun?" pyeti ai në habi. Vajza qeshi dhe i tha që nuk ishte hera e parë në autobus me ata. Ajo jetonte një stacion larg Michaelit, kështu që ajo e dinte përafërsisht se ku duhet të zbresë ai. Ata shkëmbyen ca fjalë dhe vëritën një atraksion për njëri tjetrin. Atë natë, Michael, megjithatë qëndroi deri te stacioni i vajzës për ta shoqëruar, e siç doli, ajo quhej Sara. Ata qëndruan vonë atë natë së bashku, biseduan për gjithçka dhe në fund e lanë të takohen përsëri ditën e nesërme. Sara dhe Michael, pas takimit të tyre të dytë, filluan lidhje së bashku dhe pas 6 muajsh vendosën të martohen. Ata ishin një çift i mrekullueshëm, duke tërhequr vëmendjen madje edhe të kalimtarëve. 2 vite më vonë, ata kishin një vajzë që ishte dhe kuptimi i jetës së tyre. Por më pas, gjithçka u shkatërruar për familjen. Sara u sëmur nga mushkërit, por Sara nuk shkonte në spital, ajo trajtohej në shtëpi. Sara mendoi se është koha të shkosh te mjeku, dhe sa do të vuash kështu, i tha Michael. "Shpirt si mund t'ju lë, duhet të ri në klinik. Diana është vetëm 4 vjeç, ja ktheu Sara." E nëse Michael do ta dinte se ku do të përfundonte Sara me këtë sëmundje, ai asnjëherë nuk do të ishte pajtuar për ta shtyrë trajtimin e saj. E keqa më e madhe në familjen e tyre erdhi një muaj pas kësaj bisede. Atë mëngjes të pafat, Sara ndjente kokëdhimbje dhe marramendje, por me kokëfortësi vendosi të menaxhojë vetë situatën, sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Por pas dite situata e saj u përkeqësua dhe Michael duhet të thërriste ambulancën. Rrugës për në spital, Sara ra në koma dhe menjëherë u dërgua në dhomat e urgjencës. Mjekët e siguruan Michael që do të jetë gjithçka në rregull mëngjesin e nesërm. Michael dhe vajza e tyre shkuan për vizitë te Sara. Por kur ai dhe Diana u futën në spital, infermiera i ndaloi dhe nuk i la të vazhdonin më tej. Më pas një mjek më i moshuar doli në korridor. Ai kapi dorën e Michael dhe tha: "Me keqardhje duhet të informoj që gruaja juaj ndërroi jetë gjysmëore më parë. Na vjen keq për këtë humbje, por nuk mund të bënim asgjë. Trajtimi ishte shumë i vonë dhe mushkëritë e saj ishin të dëmtuara rënd." Michael doli nga spitali i pikëlluar rënd, duke hedhur buqetën e pavlerë tani në hedhurina. Ai qau së bashku me vajzën e tij pranë. "Babi, pse po qan? Ku është mami? Pse më gënjeve se do të jetë mirë?" i tha ajo. Ai nuk ishte përgjigje për vajzën e tij, që sapo kishte humbur nënën. Pas vdekjes së gruas, Michael bëri gjithçka që vajza e tij të mos muante. Ai punonte edhe pas orarit të punës në fabrikë, duke u bërë edhe një nga punëtorët më të mirë atje. Një ditë, teksa po kthehej me autobusin e zakonshëm ku e takoi dhe Sarën, një djalë i dobët 9 vjeçar ju ofrua duke e kapur dorën e tij. "Zotëri, të lutem, më jep $30, më vjen turp të kërkoj para, por jam shumë i uritur." Ai e pa dhimbjen e djaloshit në sytë e tij, futi duart në xhep dhe i dha gjithçka që kishte. Pasi i dha gjithçka, ai me buzëqeshje shikoi disa cent që kishin ngelur në dorën e tij. Pastaj ai nxori sanduiçet që kishte përgatitur për në punë dhe ja dha djaloshit. "Meri djalosh, unë punoj te ajo fabrika dhe do të kaloj disa ditën. Të faleminderit, definitivisht unë do t'i kthej këto para", përshpëriti djali me lot në sy.
Michael i buzëqeshi dhe doli nga autobusi. Ai nuk e kishte idenë se çfarë do të ndodhte pas kësaj ngjarje. Atë ditë ai ngeli pa bukë në punë dhe u kthye në mbrëmje në shtëpi, por ishte i kënaqur që i dha para dikujt që kishte edhe më tepër nevojë se ai. Djali që Michael i dha parat quhej Tony. Ai vinte nga një familje shkatëruar, ku prindërit abuzonin me alkoolin dhe jo vetëm. Vitet po kalonin, e fal përkushtimit të Michael, rroga e tij tani ishte shumë më e mirë. Ai bleu vajzës së tij një biçikletë dhe kishte mundësi t'i ofronte një jetë stabile. Por fati i keq i kësaj familje nuk kishte mbaruar. Teksa Diana po ngiste biçikletën e re me shoqet, ajo u rrëzua keq dhe shoqet duhet të thërrisnin ambulancën. Ajo u dërgua në spital me urgjencë e pas pak minutash arriti edhe Michael nga puna. "Më thoni si është vajza, a do të jetë në rregull?" pyeti ai mjekët. "Vajza juaj është jashtë rrezikut për jetën, por për fat të keq ka dëmtuar shtyllën kurrizore dhe shanset për të ecur përsëri janë tepër të vogla." E kur e pa pikëllimin në fytyrën e babait, mjeku vazhdoi. "Por nuk do të thotë se nuk ka mundësi të vogla për shërim. Ka një spital të specializuar për trajtime të tilla që mund t'ju ndihmojë", vazhdoi ai. "Po për fat të keq këto operacione janë shumë të shtrenjta dhe kushtojnë miliona." "Ku do t'i gjej aq shumë para?" tha Michael i dëshpëruar. Mjeku i ra në shpatulla dhe vazhdoi me punën e tij. Me njëherë më pas, Diana u lëshua nga spitali. Tani ajo duhet të mësonte të ecte me karrocë dhe të mësoj si e hendikepuar. Vitet kalonin dhe Michael mundoi me çdo kusht të gjej parat për operacionet e vajzës. Diana tashmë ishte rritur si një vajzë shumë e bukur. E pasi nuk arriti të gjej parat për vajzën, Michael tashmë ishte në depresion të thellë dhe kishte humbur shpresat. E atëherë kur dukej se nuk ka më shpresë për të dhe Dianën, dikush trokiti në derën e tij. E kur ai hapi derën, ai pa një djalë të veshur mirë në të 30-tat. "Përshëndetje zotëri. Ti sigurisht nuk më njeh", tha burri. Michael luajti kokën duke pohuar që nuk e njeh. Ai dha ca para dhe kur Michael i numëroi, ishin $30. Një buzëqeshje erdhi në fytyrën e tij. Atij i kujtua gjithçka. Djali, që para shumë vitesh i kishte dhënë $30 dhe sanduiç në autobus, që sot po qëndronte para tij. Djali u prezantua si Tony Perez dhe kërkoi të futej brenda. Në ato momente doli Diana duke i buzëqeshur mysafirit. E pasi ul, ata biseduan për jetën dhe për gjithçka. Djali nuk ishte harruar se si ky njeri kishte dhënë paratë e tij të fundit para shumë vitesh. Kështu që më njëherë pasi ai arriti qëllimet e tij në jetë dhe doli nga kriza dhe gjendja e vështirë që ishte, duke u futur në botën e biznesit, ai kujtoi Michaelin dhe gestin e tij. Ai vendosi ta gjej Michaelin dhe ta mbaj premtimin që i kishte dhënë para shumë vitesh. Ai tani jetonte në vend tjetër, por ishte kthyer në Arizona vetëm për të takuar Michael, për të paguar borxhin e tij. Ai kishte mbajtur mend fabrikën ku punonte Michael dhe i kontaktoi ato. Nga atje mori dhe adresën e Michael dhe gjithçka që i duhej për të. Por djali nuk priti burrin të ishte në atë gjendje, pa gruan e tij dhe me një vajzë invalide. Ai menjëherë pyeti për zgjidhje të mundshme dhe kur Michael i tregoi, Tony menjëherë i tha: "Ju më shpëtuat mua shumë vite më parë." Në ato momente, $30 vlenin më shumë se 30.000 apo 3 milion. Prandaj unë sot jam në gjendje shumë të mirë financiare dhe kam vendosur që të mbuloj të gjitha trajtimet e vajzës suaj. Pastaj Diana dhe Michael u përqafuan dhe uruan pafundësisht djalin, teksa ai me lot në sy ju përkujtoi vështirësitë që kishte kaluar si fëmijë. Ai mbajti premtimin e tij. 3 javë më vonë, Diana u operua dhe tashmë mund të ecë me këmbët e saj. Tony më pas u afrua me Diana dhe Michaelin dhe më shumë dhe miqësia e tyre u bë e përjetshme. Për herë të parë pas shumë vitesh në sytë e Michael, kishte gëzim e jo pikëllim pas aq shumë ngjarjesh tragjike në jetën e tij. E pra miq, nga njëherë gjeste të vogla, duke mos pritur që të marrin diçka prapa nga to, na sjellin mirësi nga ku nuk e presim, si në rastin e Michael. Një veprim i mirë i tij shumë kohë më parë ju kthye në jetë në momentin kur familja e tij kishte më shumë nevojë.
Me kaq po e mbarojmë këtë histori frymëzuese, me shpresë që mesazhi i kësaj historie do t'ju bëjë të reflektoni dhe sadopak të hapni zemrën tuaj ndaj të tjerëve, duke ndihmuar sa herë që keni mundësi, posaçërisht ata që janë në nevojë. Subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo. Ju faleminderit.